Atëherë, kjo në fakt është një temë shumë e gjerë. Sepse ne duhet kemi parasysh që ka individ të cilët konsumojnë të njëjtën gjë dhe nuk fitojnë të njëjtën peshë. Që do më thënë ka një variabilitet ndërmjet njerëzve në raport me mënyrën se si e procesojnë atë që marrin nga dieta. Megjithatë, që të kthejmë po themi një përgjigje më të përgjithshme. Ne, simbas rekomandimeve që ka shoqata botërore e shëndetësisë, OBSH-ja, Organizata Botërore e Shëndetësisë, fillojmë dhe konsiderojmë mbi peshë atëherë kur indeksi i masës trupore është ndërmjet 25-s dhe 30-s. Dhe indeksi i masës trupore është raporti i peshës me gjatësinë e personit në metra në katror. Dhe nëse kjo, pra është një formulë shumë e thjeshtë që ne të gjithë mund ta bëjmë qoftë me kalkulator të thjeshtë që janë nëpër internet, por qoftë edhe vetë, del në fashën 25-30 do të thotë që ka filluar mbi pesha dhe këta janë kategori popullate që nëse kanë edhe faktor gjenetik, gjasat për të bërë diabet janë të shtuara. Dhe është pikërisht ky target pacientësh me të cilët mund të bëhet shumë punë për parandalimin e diabetit. Pastaj, nëse është mbi 30 BMI, fillon obeziteti i mirëfillt, i cili është realisht patologjik dhe që në varësi të shkaqeve, se nuk është thjesht çfarë ne konsumojmë, por është çfarë konsumojmë dhe çfarë humbasim. Dhe ndër çfarë humbasim mund të jenë shumë faktorë të tjerë. Simptomat cilat janë? Pra çfarë duhet kenë kujdes ata që na shikojnë, që të vënë të vizitohen, të kontrollohen? Atëherë, diabeti në prezantimin e tij klinik ka një spektër të gjerë simptomatik. Nga asgjë, pra ka individ të cilët nuk kanë asnjë shenjë klinike, edhe mund të kenë diabet. Dhe kjo është arsyeja që ne gjithmonë i shohim bërëse check-upeve, sidomos në grup moshën mbi 35 vjeç, e sidomos nëse ka faktor të tjerë risku, ku futet mbi pesha dhe obeziteti, prania e sindromit poliendokrin metabolik vezorëve, pra ajo që dikur njeh si PCOS, sindroma ovarit polikistik. Prania e hipertensionit. Kjo duket si gjuhë e huaj për njerëzit. Okej, ovari polikistik, sindroma ovarit polikistik, një deri para pak dhe zyrtarisht u ndryshua emri para pak kohësh. Apne gjumi, nëse kanë hipertension, pra një grup faktorësh. Hipertensioni, sëmundjet kardiovaskulare, prania e mbipeshës, obezitetit, prania e prediabetit. Të gjithë ta duhet të jenë individë që duhet të kenë shumë kujdes dhe duhet të bëjnë në mënyrë rigoroze kontrolle. Nëse kanë kaluar diabet gjatë shtatzanisë, për zonja, për gratë. Kjo grup popullate duhet të ketë më kujdes dhe le të themi të depistohet dhe të skrinohet ose të bëj teste. Si është situata në Shqipëri? Pra, e kanë të kulturë njerëzit që vinë bëj kontrollet edhe për rutinë, pra për të qenë okay edhe me veten, apo thjesht kur janë ose kur kanë shqetësime? Tani, mënyra se si diabeti prezantohet në klinik është për fat të keq ende ose diabet me komplikacione, ose në fazat e hershme. Pra, edhe mënyra se si prezantohen është një spektër. Për fat keq sot ende mund të vinë pacient që manifestimin e parë të diabetit, natyrisht për ta, kanë një këmbë diabetike, që është një nga komplikacionet më madhore që ka diabeti. Dhe këmba diabetike do të thotë hapja e plagëve në këmbë për shkak të historisë së gjatë të diabetit të këta pacient, prezumohet diku te 10 vite, diabet në shenja klinike deri diku të heshtura ose të neglizhuara. Pra gjithë ata që kanë këto simptomë, e cila është t'i drejtojnë me njëherë mjekut apo jo? Patjetër që duhet drejtojnë mjekut, po që përpiqem të them është që për fat të keq sot ende kapet diabetin në faza kaq të avancuara. Edhe pse ne sot në mënyrë shumë të lehtë mund të diagnostikojmë një sheqer të thjeshtë të rritur në gjak, që është një nga analizat më të thjeshta që bëhet. Dhe për t'ju përgjigjur dhe pak pyetjes që ngritëm më parë, pra kush janë shenjat klinike diabetit? Natyrisht etja, urinimi i shpeshtë, uria e shtuar mund të jetë shenjë diabeti. Rënja nga pesha mund të jetë një shenjë diabeti nëse po themi glicemia është shumë e lartë dhe pacienti ka disa kohë që sëmundjen e ka të instaluar. Kështu që nga ana tjetër shtimi i madh në peshë. Kështu që të gjitha këto janë shenja klinike, sidomos etja dhe urinimi i shtuar, të cilat pacientët duhet i kenë në vëmendje dhe të bëjnë të paktën testet bazë, pra të shkojnë te mjeku i tyre i familjes. Simptomat më problematike pastaj që bëjnë të domosdoshme. Pastaj këto janë po themi simptomat që mund të lehta ndoshta. Po, ato që pacienti ndjen vet. Pastaj kur fillon jep komplikacione, që ne parashikojmë që sëmundja ka të paktën 5 deri në 10 vite instaluar, fillojnë dëmtohen syt, dëmtohen veshka, dëmtohen nerva, dëmtohen enë të gjakut në të gjithë trupin dhe mund të ketë komplikacione dhe dëmtimi i këtyre gjërave që unë po përmend, sjell po themi dhe komplikacionet e diabetit, që janë dëmtimi i syve, dëmtimi i veshkave, dëmtimi i nervave, ulet ndjeshmëria po themi në kryesisht në këmbë, zakonisht simetrike tek të dyja këmbët.
Nga ana tjetër dëmtimi i enëve të gjakut. Diabeti është një nga faktorët kryesorë të riskut për të bërë infarkt, për të bërë sëmundje ishemike në kokë, për të bërë dëmtim në tetën e gjakut të ansive, pra të këmbëve. Dhe këto janë komplikacione madhore që për fat keq ndonjëherë janë manifestimi i parë i sëmundjes, ende. Kështu që mirë është diabeti të kapet nga check-upet në ato fazat që ende nuk ka shenja klinike. Dhe jo atëherë kur ka sjell komplikacione, sepse natyrisht edhe mundësitë e ndihmës mjekësore janë më të kufizuara. Pra gjithë ata që janë mbi moshën 35 vjeç, duhet se s'bën të bëjnë kontrolle periodike një herë në vit ose 2 herë? Sa rekomandohet? Një herë në vit, por kjo dhe në varësi të faktorëve të riskut që pacientët kanë. Ndërkohë, parandalimi. Po. Lidhet me mënyrën e jetesës, lidhet me mënyrën e të ushqyerit. Për shembull, një argument që lexoj në rrjetet sociale edhe kudo do ta diskutojmë edhe bashkë, sepse ka quhet një lum i madh me informacione që edhe me këshilla, me rekomandime, mjekësi alternative, një debat i madh që do ta flasim edhe atë bashkë, lidhet me ushqyerjen. Pra jo brumra, karbohidrate, a janë këto vërtet ai armiku kryesor apo jo? Në diabet nuk ka jo. Në kuptimin nuk është që ne mund t'i themi jo brumrave, jo karbohidrat përkundrazi. Karbohidratet janë element. Okej, picat mund të jenë jo. Por në përgjithësi fjala karbohidrat është në fakt një term që trupit tonë i duan karbohidratet. Për shembull, për kuriozitetin tuaj, truri jon të vetmin burim energjie ka karbohidratet. Truri jon nuk punon dot pa karbohidrate. Kështu që diabeti patjetër që do karbohidrate. Ajo që ndryshon tek diabeti është sasia e karbohidrateve që duhet të marrin pacientët që janë me diabet. Dhe sasia e karbohidrateve duhet të jetë pak më e moderuar, se ç'është po themi tek pjesa tjetër e popullatës. Nuk është aq e vështirë arbër që një pacient diabetik, po kjo në fakt vlen për kudo, të bëjë një regjim të thjesht pjate. Ku në atë pjatë, gjysma duhet jetë me perime, pra të jetë me karbohidrate nga perimet, çereku i pjatës të jetë me proteina, ku futet mishi, pula, veza, peshku, bishtajoret, dhe çereku tjetër i pjatës të jetë me karbohidrate, ku futet buka, ku futet orizi, ku futet makaroni, ku futet mielli, të gjitha drithrat. Pra ajo që unë po them nuk është që të hiqen karbohidratet, por të respektohet ky raport pjate për marrjen e karbohidrateve. Dhe kjo është ajo që pacientët që janë me diabet, por pse jo dhe individ të tjerë në fakt, sepse ndonjëherë kjo është një fjali që unë ja them shpesh pacientëve, ju tani them keni fatin të filloni të jetoni shëndetshëm, jo si ne të tjerët që bëjmë gabime. E shikon më shumë të përhapur në zonat e mëdha urbane apo në zonat rurale? Si është kjo përqindja dhe te grup moshat? Nëse kemi të dhëna, se statistika është fjalë e madhe, po të dhëna afërsisht. Tani, diferenca më shumë me zonës rurale dhe urbane, mendoj që është më shumë në aspektin e kujdesit shëndetësor që këta kanë, pra aksesit ndaj shëndetësisë.